Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Ferma Vip podcast. Doja t'ju falenderoja në radh parë për kohën që është gjëja më cilësore që kemi dhe më e shtrenjtë që kemi. Dhe shpresojmë t'ju bëjmë pak shoqëri dhe t'ju ngërvishtim ato që janë kuriozitetet për sa i përket temës që do trajtojmë sot. Profesioni që të mbush më shumë shpirtin, që na mbush shtëpit, që mbush skenat, është ajo artistit, por le të themi që është fusha ose profesioni më pak i ruajtur nga ana ligjore dhe nga ana institucionale. Këto dhe shumë gjëra të tjera do trajtohen sot në podcastin Ferma Vip. Dhe të ftuarit e parë që ne kemi këtu është Soni Malaj. Shumë faleminderit që faleminderit shumë për ftesën. Që e dim të gjithë që ka më shumë se 3 dekada që bën pjesë tashmë në showbizin shqiptar. Dhe nga ana tjetër do shohim fushën e aktrimit, pra, e të qenit aktor. Edhe ajo ka vështirësitë e veta dhe duam ta flasim këtë me Indri Shiroka, i cili ka ushtruar profesionin e tij më së tepërmi jashtë shtetit dhe duam të shohim ato që janë diferencat e fundit dhe diferencat që ai ka parë në të dy shtetet. Le të themi, faleminderit që ke pranuar ftesën tonë. Le të themi që edhe një diçka që është duam që të flasim e ta trajtojmë sot, është projekti i fundit që ke bërë me artistin, me aktorin Oscar Mel Gibson. Bëj një prezantim të lutem që të njohim më tepër. Po, unë kam pas fatin pak kohë para se me ardhë këtu për me xhiru një film shumë të rëndësishëm, një regjisor që sapo e përmendën vetë, shumë të rëndësishëm, çmim Oscar. Është një projekt i madh. Për mua ka qenë hera e dytë me amerikanët, por hera e parë në një set kaq gjigant. Edhe atmosfera ishte flasë si aktor prallore për një aktor ose për një çfarë do lloj profesionisti të filmit, të industrisë kinematografike, me marrë pjesë në një set tillë, sepse ishte një magji totale. Kishte shumë njerëz, ishte që punoshin, ishte një set shumë i madh. Filmi është të dhënat mund t'i thamë sepse janë publike, dhe më thonë është sequeli i The Passion of the Christ. Vazhdimi, i The Passion of the Christ. Edhe puna me regjizorin, me një regjisor kaq të madh, fillimisht ka qenë pak për sa më përket mua, kam qenë pak si ngrim nga figura e tij, kaq madhështore. Unë jam rrit, ne tanë besoj jenë rrit me filmat e tij edhe impakti i parë nuk ka qenë hiç i thjeshtë, por ai si person është në rol parë si person, mandej edhe si regjisor, është tregu shumë mikpric edhe shumë elastik, po thojmë, me siguri ka eksperiencë shumë të madhe, shumë gjatë. Edhe më ka ndihmu tanëve, dhe më thonë, çdo skenë, çdo take, na ka ndajt pranë, edhe e kam marrë gjithmonë më shumë atë konfidencën, po thojmë. Edhe filmi do dalin vitin tjetër, në mars të 2027, edhe mezisht po presim tanë. Po. Suksese. Do më thuash diçka më tepër për sa i përket karrierës tënde, si e ke nisur, kush kanë qenë ato modelet inspiruese tuat që të kanë bërë të mendosh që po, ky është profesioni që dua të bëj në jetë, dhe në rast se me që siç tham më përpara, ke ushtruar profesionin më tepër jashtë, diferencat e vogla le të themi që ke hasur ose vështirësitë që ke gjetur jashtë ose vështirësitë ose dhe benefitet që ke gjetur të ushtrosh të njëjtin profesion në Shqipëri. Okej. Unë fillimisht jam diplomu në aktrim në Akademinë Teatracione në Rom në 2015, edhe kam fillu rrugtimin tëm në këtë botë të çmanur, por magjike në teatr. Kam pas fatin me lujt pjesë nga autor shumë të rëndësishëm si Shakespeare, Chekhov, Goldoni e të tjerë. Edhe
gjatë vitit dytë të akademisë kam filluar dhe kam marrë rolin e parë në film. Nga aty mandej ka filluar jo karriera jame si aktor, si aktor filmit. Mund të thamë që kam bërë ma shumë filme se sa teatr, sepse ka ardhi moment që thjesht jeta më ka qunë në atë drejtim. Kam pas edhe fatin, si që thash edhe përpara me punu me të huj, pra jo vetëm në projekte italiane, në fakt me pa kurrikulum tem, mund të kem ba një 2 filme italian, tjerë t'i kam ba o me Amerikant, ose me Frances, ose në Shqipëri. Diferencat midis jashtetit, po thojmë edhe Shqipënis, lidhen ma shumë me pjesën e mjeteve buxhetit, po thojmë. Pra, një film Amerikan ka një buxhet shumë më të madh se sa një film shqiptar, por kjo është një gjatë që dihet. Patjetër. Por kjo është një gjatë kur e jeton nga mbrapa që edhe përjetohet. Shifet, preket në dorë. Por ana tjetër e medaljes është që në Shqipëni, me ato, unë kam bërë 2 filma në Shqipëni. Me ato vështirësit që mund të ketë një film me një buxhet jo fort të nalt, aty është shkepa i kreativiteti i profesionistëve, sepse edhe këtë gjatë duhet të theksoj me plot bindje, do më thonë profesionistat shqiptarë, ndoshta edhe për këtë fakt, për faktin që nuk kanë ndoshta mjete që mund të ketë industria amerikane, ose franceze. Pra vështirësitë që ti ke vënë re kanë të bëjnë vetëm nga ana tekniko-logjistike? Unë personalisht mund të them po, normalisht ka edhe diferenca nga pikpamja e kulturës punë. E kuptoj. Kisha me thënë, po kjo vlen për tana, po të bëj një shembull, për shembull amerikanët janë makina, tanksa, do të thonë, ecin drejt pa i kryen punë të fill. Francezët janë shumë më qetë. E kuptoj. Shumë më qetë. Shqiptarët, i njohim shqiptarët, jena vetë shqiptarë, por në fundit po e përsërisë profesionalizmi dhe kreativiteti janë 2 aspekte që më kanë manit në këto 2 eksperienca që kam pasur. Edhe këtu doja të kaloja pak fjalën tek Soni. Pra, ishim tek pjesa e si menaxhohet ajo që është fusha e artit dhe kush janë problematikat që një artist mund të vëre në Shqipëri, flasim për Shqipërinë. Me që po flisnim për pjesën e akademisë dhe gjithë pjesën e ngritjes profesionale të një artisti. Çfarë mendon ti? Domethënë, kush është tema që dua të prek. Me qasjen e rrjeteve sociale, shohim që promovimi i artistëve të ri, le të themi se kohët e fundit po flasim shumë për statusin e artistit. Pra kush quhet artist në të vërtetë? Tani me promovimin me daljen më në pa të këtyre artistëve që bëhen viral, me një jingle, me një këngë ose me disa pjesë të aktruara. Le të themi që glorifikimi, rritja e artistëve është bërë shumë e madhe, por ndërkohë shohim një ulje, të paktën perceptohet në publiku, një ulje e cilësisë artit. Sipas teje, në rast se ti e ke vënë re këtë si fenomen, kush është dhe roli, nëse ka akoma rol, të akademive ose të trajnimeve profesionale në fushën e artit dhe të këngës, pa diskutim që është fusha jote? Tani ke ka për Blerin 2 tema në të njëjtën kohë. Po. Unë mund të them që i përkas brezit artistëve që ne jemi përzgjedhur, të paktën unë personalisht jam përzgjedhur nga disa profesionistë që do doja t'i përmendja, Zhani Ciko, Alqi Boshnjaku, Elton Deda, Redo Makashi e disa të tjerë, pasi në kohën kur unë kam dalë duhet të kaloje një provim, një audicion përballë disa figurave të konsoliduara profesioniste artistike për të kaluar në stadin tjetër publik dhe profesional si që ishin festivalet. Në konto nuk ishin rrjetet sociale që ti mund të paguaje për prodhimin tënd, për këngën, videoklipin dhe të dilje, ta paguaja këtë gjë me promovim. Jo, neve kalonim pikërisht nga kjo sita artistike profesionale, që
testoheshim nga ana vokale, patjetër edhe nga ana performanset dhe imazhit, pa diskutim, çfarë mungonte në treg dhe çfarë do jepnim ne, çfarë vendi do zinim. Me ndryshimin e fenomeneve sociale, politikave, normalisht si rrjedhoj do ndryshoj edhe arti. Nga kjo kemi kaluar tek rrjetet sociale, YouTube-i spari, ku këngët leçoheshin në YouTube dhe matej nëpërmjet klikimeve, dhe sfundmi kemi TikTokun, ai që fillimisht i bën viral këto këngë në TikTok dhe pastaj kalon shikueshmëria dhe klikimet në YouTube. TikToku si rrjedhoj ka ndikuar në cilësinë e këngës, sepse vetë edhe pjesa teknike e këngës ka ndryshuar, ndërkohë që më përpara një këngë ishte 4 minuta e gjysmë, sot nuk i kalon 2 minuta e gjysmë, sepse aq është edhe përqëndrimi i njerëzve në TikTok për ta dëgjuar. Pra duhet një fragment shumë i shkurtër për të bërë viral. Kjo ndikon në cilësinë e këngës, sepse kënga nuk është një këngë e plotë. Pra ajo çfarë bëhet virale janë 15-20 sekonda dhe kompozitorët, producentët përqendrohen aty. Dhe kjo është globale, nuk është se është vetëm në Shqipëri. Neve ndikohemi shumë nga rrjedha amerikane, europiane, më shumë të Shqipëria ndikohet nga Amerika. Dhe Me që përmend Amerikën, më falë që të ndërpres fjalën, do ishe dakord për një komision cilësie, siç është edhe modeli? Në Amerikë ekziston. Tash komisioni i cilësisë fillon këtu, tek shtëpi diskografike. Se kush është gjëja ngërçi, se te komisioni i cilësisë mund të merret si një censurim ose autocensurim. Pra, duhet i vlerësojmë të dy gjërat. Ti mendon që ka një lidhje midis tyre të dy gjërave apo ke një mendim tënd? Po ka një lidhje, për arsye se shumë këngë për shembull që lançohen në radio televizion, pavarësisht fjalorit që mund të kenë, sepse ka disa artistë që janë më dark, duan të shprehen me të gjithë zhargonin, në Amerikë apo në vende të tjera censurohen, vihet një pip, ose nuk transmetohen në disa orare caktuara, ndërsa këtu nuk ka një lloj censure, mund të transmetohet në çfarëdo lloj orari. Pra, kjo unë do isha shumë dakord që t'ishte një komision për të trajtuar këtë lloj teme dhe mos ja lën fajin artistit, që i thonë jo po ka punuar ku di pisët, jo po nuk thuhet ky lloj zhargoni, artisti mund të shprehet në shumë kënde. Pastaj varet nga një komision, është një ent valutimi cilësie, për transmetimin në radio dhe televizion. Gjithsesi, kjo ndodh edhe kur t'jenë të drejtat autoriale dhe t'jetë pjesa artistike akoma dhe më institucionalizuar, që të vinë edhe shtëpi diskografike, pa diskutim, sepse aty është vendoset një person shumë i rëndësishëm, pastaj janë të tjerët që ju delegohet, dhe pastaj përzjedhen artistët, përzjedhet kënga, dhe janë shumë dek të tjera, derisa kalon pastaj në konsumin e popullatës, që ata e marrin pastaj më të situr. Po përsa i përket rolit dhe rëndësisë që kanë akademit ose universitetet e arteve ose të gjitha atyre institucioneve që kryen detyrën e formimit të këngëtarit në rastin tënd dhe më vonë të artistëve. Absolutisht është shumë e rëndësishme sepse aty merret formimi, sigurisht ka shumë talente, përfshirë këtu edhe mua që nisim si talente autodidakte me një talent që na e ka dhënë Zoti, por për të pasur një gjatësi, absolutisht duhet të mësuar teknika të kënduarit, flasim gjithmonë në mënyrë konkrete për këngëtarët, që është me vocal coach, që janë trajnerët vokal, edhe këto unë e kam bërë për vite, vazhdoj ta bëj, dhe është një punë e pandalur, sepse puna profesionale ty të mban shumë më gjatë në treg, disiplina të mban shumë, në qoftë se ke dëshirë, gjithmonë, që të zjasësh sa më shumë treg. Jam dakord edhe unë, në sensin që edhe persona përket ne si aktor, do më thanë, ideja është që unë kam eksperiencën teme që është ndryshe nga Soni, në sensin që nuk jam autodidakt, por si që thash më parë,
kam studiuar në një akademi. Unë besoj fort të akademia, jo se akademia mund të bëjnë diferencën nëse ti do kesh ose nuk do kesh një rrugtim të suksesshëm në fushën tënde, por pa pike në dyshimit të jep një strukturë që ti, po tham tash një diçka që ndoshta mund të ngllojnë pak paradoksale, edhe mund ta çmontosh për me rimontu simas rrugtimit tënd profesional. Por ama ta jep këtë strukturë. Pra, në fushën tonë, për shembull, se edhe ti desha më thënë parë të ndëjsonin të fol, ne kena shumë aktor që nuk janë aktor, në sensin që nuk kanë as ndoshta as eksperiencën, as në formimin, por bajnë filma. I shohin, jo vetëm këtu, i shohim ta në botën, a kupton? Kjo gjë duhet, unë nuk jam në ato që i demonizojnë, absolutisht. Thjesht jam i bindur që ka vend për tanë, okej? Edhe plus demonizimi nuk është zgjidhja, pra gjithsecili jetojmë në një botë sot që na bën të lirë. Gjithsecili për nesh është i lirë për mu shpreh, simas mundësive që ka, simas pra unë kisha me thënë po, akademia, për sa për këtë mund, s'kam si me thënë jo, akademia është fundamentale për një aktor. Doja shumë faleminderit. Doja të lidhesha me atë që the kohëzgjatja të profesionit. Doja të dija diçka, sepse atë që shohim është një lloj paqëndrueshmërie të figurës artistit në skenë. Nuk ka një lloj mbrojtje institucionale, ligjore. Le të themi që ti si e shikon të, do më thënë se dim që ka dhe organe që kanë funksionet e atyre që jashtë shtetit mund të quajmë sindikatat e artistëve. A bëjnë ato mjaftueshëm për kategorinë e artistëve, në rast se mund të bënin diçka më tepër për drejtat e autorit, nëse kjo do ndikonte në dashurinë për artistët që të vazhdonin këtë lloj rrugtimi dhe të ishte vetmja e ardhur që ato, do të thënë që mund të paguanin jetën e tyre ose të kishin një lloj stabiliteti ekonomik i ardhur vetëm nga profesioni i tyre. Unë dua ta kaloj në dy pika, në fakt, paqëndrueshmërinë artistike. Paqëndrueshmëria artistike fillon vetjake një herë dhe pastaj është institucionale patjetër. Për sa i përket këngëtarëve ka disa bashkësi, mund të them, profesionale për sa i përket drejtave autoriale, por nuk varet gjithmonë nga ta. Është shteti që i vë atë vulën finale për të ndërmarrë një iniciativë që shiko se do bëhen të drejtat autoriale, sa herë transmetohet kënga ime në radio, unë të marr të ardhurat nga të drejtat e autorit. Dhe po, absolutisht do jetohej shumë herë më mirë, sepse nuk do kisha nevojë që unë të bëja koncerte çdo javë, le të themi, edhe kur jam smur, por do jetoja me të drejtat autoriale. Ndërsa për sa i përket paqëndrueshmërisë vetjake, do thoja që e nisin me shumë vrull, shumë artist kam pasur raste të jem në jurin e talent show dhe e nisin me një lloj vrulli, por mbajtja është shumë e vështirë, sepse gjithmonë sa kam vënë re, sidomos tek brezat e rinj, është disiplina. Disiplina është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe kjo është ditë për ditë, day by day, step by step, që duhet bërë. Edhe këtë ju sugjeroj dhe ja u kam sugjeruar gjithmonë. Që është, nuk mund të, çdo ditë duhet të punosh për atë gjë. Që ti të mbash një jetë gjatësi. Do të sugjeroje një të riu të ndërmerrte këtë lloj profesionit tani? Duhet ta pyesnin veten mirë, sa shumë e duan, nëse e duan shumë, sepse ka shumë sfida. Sfidat janë psikologjike, të parat, emocionale, dhe duhet të kenë një rreth shumë të mirë që ta kenë ti mbaj fort, por për që ta kenë këtë rrethit duhet të investohen dhe ata vetë. Nuk mund të presin gjatë gjithë kohës. Qartë. Por që është një punë, jo vetëm vetjake, tashmë është bërë një punë grupi. Mendon që figura e një menaxheri artistik në Shqipëri është mjaftueshëm e ndërtuar dhe strukturuar dhe mirë pranuar dhe në artistët vetë, apo jemi akoma në fazën embrionale ku artisti për shkak edhe të pa paturit mundësinë ekonomike vazhdon t'i bëjë të gjitha vetë? Po, jo të gjithë kuptojnë domosdoshmërinë e menaxherit, shumë prej tyre vendosin të kenë familjar,
gjë që deri diku nuk është okej, për arsye se familjarët gjithmonë janë shumë subjektiv në zgjedhjet e tyre. Gjatë karrierës time kam pasur menaxher, kam funksionuar nga fillimi i karrierës time me menaxher dhe me shtëpi diskografike që më kanë menaxhuar, sepse një shikim objektiv më i ftohtë për sa i përket figurës artistike, vazhdimit të karrierës është shumë i rëndësishëm, sepse një menaxher është flas jo familjar, sepse e shoh shpesh për shembull që është mami, babi, partneri, një menaxher që nuk ke lidhje familjare dhe është deri diku i konsoliduar në menaxhimin e artistëve në treg, di shumë mirë se si të drejtoj. Shumë e vërtetë. Dhe të ketë komunikim. Menaxherët nuk janë shumë të fatkeqësisht në gjithë tregun e shqiptarisë, janë shumë të pakt, por shpresoj që domethënë të rriten dhe të marrin një formim të dur, sepse njoh disa menaxherë që kanë shkuar në Londër, shkojnë bëjnë trajnime menaxheriale, trajnime online, që janë shumë të rëndësishme për komunitetin e këngëtarëve. Shumë faleminderit. Një pyetje tjetër për ty, Indri. Me që po flasim për promovimin e artistëve dhe artistëve të ri. Çfarë mendon? Kush mund të ishte, edhe nga shteti flasim, nga shteti, nga qeveria, nga institucionet, se aty duhet bazohen, pak se shoh që vështirësitë janë më të shumta të lidhura me institucionet ligjvënëse dhe vendimarrëse. Tani, sipas teje, dhe nga ana institucionale dhe nga ana private, kush mund të ishin hapat që mund të ndërmerreshin për të promovuar artistët e ri dhe për të afruar sa më tepër artistë të shpreheshin më së miri dhe të gjenin fushën e tyre sa më të këndshme dhe sa më të shëndetshme? Në radhë parë duhet më organizu një marrëdhënie direkte, po thojmë, midis shtetit ose institucionit Ministrisë Kulturës, për shembull, me akademinë. Ose qendrës kombëtare me akademinë, flasë për Shqipërinë. Në fakt me Shqipërinë nuk jam shumë i azhurnuar sepse jetoj jashtë dhe punoj jashtë. Mund të na japësh atëherë disa modele suksesi që kanë bërë jashtë. Si parim është ideja e përpërsisë së organizimit, i një sistemi që vlen për gjithë, sepse është ideja gjithmonë që, sidomos në rastin tonë, a e ka thirr atë aktorin se e njeh, ose ka thirr atë aktorin tjetër se nepotizmi, nepotizmi, po thojmë. Nepotizmi, për mendimin tim, duhet luftu me rregulla, me sistem, edhe në rastin tem, tonë flas, aty ku jetojnë si kategori edhe pune, që aty është shumë e organizuar gjaja. Pra kjo s'do thotë që nuk ka nepotizëm, sepse nepotizëm ka në tanë botën, edhe është i pa evitueshëm, bjen fjala. Patjetër. Duhet me kanë edhe realist. Por, të kenë një strukturë shumë e konsoliduar në vite, pra, banalisht dhe më thanë, shkruhet një skenar. Ai skenar zgjellet nga një producent që beson në atë skenar, ose bashkë me një regjisor. Aty fillon, bjen fjallat e ne aktorët, fillon hallet një casting list. Casting list quhet një agjencina. Agjencina, për shembull, në Rom ka 40-50 agjencina. Në Shqipëni nuk njoh agjencina aktorësh. Agjencina bën propozimit. Pra, gjithë zinxhiri është shumë i strukturuar. Është një zinxhir i strukturuar për cilin, mandej në fund, kur vjen puna, në radhë parë ke marrë shumë zgjedhje. Pra, edhe regjizori është më i lirë. Në radhë dytë i jep mundësinë, po thojmë, shton atë elementin e meritokracisë që garanton ty, si regjizor, si producent, garanton aktorin, mu si aktor. Këtu kam vure që kush e ban këtë gjë, duhet më sforcuar me e ba vetë. Këtë gjë, pra filani, regjizori, shkon edhe organizon privatisht audicionin. Të që pjesën dhe mesonin, pra. Ose shpall online në rrjetet sociale audicion. Okej, ajo është një mënyrë, nuk po them që nuk është një mënyrë vlefshme, po të kishte ka një sistem që e mbështet, pra regjizori nuk ka punë mu marrë me organizu audicionit, ku vjen fjala. Regjizori ka punë me regjinë.
producenti ka punë me Pra është ndarja e punëve. Ndarja e punëve, sepse në rastin e një filmit, për shembull, magjia është pikërisht kjo, do të thonë gjithë secili ka ka shumë profesione e profesionista që e bajnë një film. Por filmi është një diçka shumë kolektive, shumë grupit. Edhe gjithë secili ka një peshë shumë të rëndësishme, pra nuk mund të thush që ajo është më pak i rëndësishëm se sa ai ose ai tjetri, sepse po mungon një nga këto figurat, bjen komplet ajo kështjella. Pra duhet një kështjellë. Edhe me siguri institucionet duhet ta kenë parasysh këtë gjë, por po flasim për, siç e thajti në fillim kur na bani intron, janë dy profesione shumë të adhuruara o ku dion, por historikisht nuk investohet në fushat tona. Është e kohë që nuk e thojmë këtë gjë, sepse është kaq reale, domethënë preket me dorë konkrete. Por prandaj do ndaj dhe kjo shumë si këto hapësirat televizive. Që po të ndërpres, sepse ideja është që shifet gjithmonë si një shpenzim, jo si një investim. Okej? Normalisht për me ka një investim duhet më zhvillu një industri, se për ndryshe nuk është investim edhe shpenzim. Për mu zhvillu kjo industri duhet me investu, si ta në industri. Nëse unë du me hapi biznes, duhet me investu në atë biznes. Unë du me shpenzu kot për një herë, për një film, në këtë rast, edhe shnet e mërë pashim. Po i marra të pare. Do ishte mirë që hapësira televizive si kjo e sotmja, e Fermës Podcast, të ishin më të tepërta, më të shumta, ku dhe artistët duhet me folë për këtë gjë, se nuk flitet. Patjetër, dhe mendoj që duhet jenë më të tepërta. Dhe mund të flisnim me orë të tëra, po këto do ta bëjmë në një puntat tjetër. Doja që për mbyllje të kishim një mesazh nga të dy të ftuarit për tematikën ose për atë që duan. Përsa unë do doja të jepja në fakt ndoshta një lloj mesazhi për artistët e rinj, patjetër, që vetëm në qoftë se duan vërtet shumë duhet ta bëjnë këtë profesion. Dhe siç e thash më përpara, çdo gjë fillon nga vetja. Dhe artistin çfarë kompleton është njeriu. Investoni në njeriun që jeni, pastaj në talent dhe me disiplinë do arrini. Unë i bashkohem fakt Sonit me këtë që sa po tha dhe kisha shtu faktin që mos i veni për para vedit limite. Sepse nuk është e vërtet, ma besoni ajo që thojnë, jo, është e pa mujton me mrit në atë nivel, me ba atë film me atë, me ba si profesion, gjithë që është e mujton, gjithë që në baret nga vetja. Edhe thjesht mos besoni vetëm të vetja edhe të puna. Jam totalisht dakord, kjo është një punë të dyja, jam i sigurt, edhe tana balerinë, tana format e artit tjera shumë e rëndë. Kështu që ta keni parasysh, por mos i veni vetit limite. Kur ju mundeni me fitu Oscarin nëse doni. Shumë faleminderit për që se ka fitu ala. Shumë faleminderit për kohën, natën e mirë nga unë Blerina Bajko, dhe nuk më ngelet asgjë tjetër për t'ju thënë, vetëm se relax. Bye. Shumë mirë, më duket shumë mirë.